Kalojmë tani tek AMTP-t. Po. Tokat që i keni, toka buke. Po. Vlla, a ke certifikat për mësia? Për atë s'kemi asnjëri ne. Asnjëri. Pra nuk është bërë azhurnim. Po. Certifikat shtëpie. Shtëpina, ai kemi certifikat. Jo, vetëm kam marrë atë kartonin e verdh, atë që nda urama atëre, nuk i kam paguar legalizimin. Vetëm atë Pa e kam. ketë legalizuar. Mirë, gjysma e të keqes. Po të tjerë gjithë legalizuar? Ne legalizimin e kemi marrë edhe neve. Pengohen për një firmë. Për një firmë kam betur. Ku ta gjej unë X-in, ai s'do të vit t'japi firmë. Unë Pra ti ke legalizimin, por nuk merr certifikatën. Të mban peng. Vetë Po të mban peng kadastra. Kadastra. Po zotni. Ka vatër tek drejtori. Po. Më ka ardhur fletë e legalizimit, po vete të paktën ja 10 vjet. Po. Sa më erdhi ajo, e mora fletë, vajta, se jemi dy vëllezër. Ja ta dëgjojmë të lutem, ta dëgjojmë kërkat. Jemi dy vëllezër. Po. Ka të parë, ka dy. Të dy do çdo gjë në rregull, me dokumenta, me të gjitha. Kur e mora atë vajta ti, u thash, më ka ardhur kjo fleta, si do veproj, gjithmonë për të qenë në rregull. Po shumë mirë. Që të pajisësh me, sepse ajo nuk është pro, do të thënë ajo nuk është Jo nuk përfundimtare. është, si është një letër kam, proces legalizimi. Po. Më thanë, ik mos e vri mendjen se do të vi zarfi. Domethënë duke dëgjuar që vinte zarfi, paguaj sipas tokës, As më ka ardhur, as i e mbajat fleta atje, se ku do vete, se di. Do më mbajat fleta atje, se si do veproj shteti, as i je. Te drejtoria nuk vete dot. Këta më thanë, ikse do të vi zarfi. E kuptoj. As i je, unë thjesht kam një letër sot atje, kam një shtëpi dy Ja, kaçe. ta dëgjojmë çikës, po. Kam një shtëpi dy kaçe, dhe s'm ka ardhur as i je. Shteti, tani do themi shteti, ë? Duhet të vitë më thotë, zotni, e ke të shtëpi, po, titullohesh kaq, urdhon certifikatën. Ti për rregull. Nuk fen asnjë përgjigje. As i je. Vetë te drejtoria atje për tokën. Se si do veprojmë nuk e dim. Nuk e dim, se ne po ikim pak na pak. Fëmijët i kemi ande, çunat. Vjen më fëmijë, sa fëmijë ke jashtë? Ty çuna, po më kanë iku 14 vjeç, çfarë do vinë me këtu? Nuk vjen më. Po këtu i kanë gjitha. Tani vjen për festë, vjen 3 ditë, i them të ke gjaba e mirë. I ke thënë fëmijës, ç'a do ti babai që të kthehesh? Ç'a thot ai? Se shregull. Po çfarë do bëhet unë sa kam bërë unë po? Herë kam vajtur unë. Ore, çfarë do bëj sa kam bërë unë? Para viti 3 prap, kam paguar 3. Dhe më thanë që duhet bonus. Vajta i gjeta ato bonus, për atë vimi që dojnë ata. I bëra, i pagova lekët edhe në bankë. Asi lloj përgjigjes më ka. 3 herë ke aplikuar për legalizim? 3 herë. Për shtëpinë? Për shtëpinë. 3 herë? Po. Edhe nuk ka thënë si lloj përgjigje. Po ç'a Pagoj lekë, te mera fatura. Një albini ku? Si? Duhet. Edhe në patur. Po. Fjerë. Ne s'ka marrë si lloj legalizim të vetë. Por unë i kam Dhanë hartën ato tëra që duhen ato asgjë. Drejtoria e policisë, asaj tokës. Kadastrës, Te po? kadastrës edhe nuk na zgjidh asgjë. Si shpjegoj? Pengohet për një firmë. Vetë te noteri si ka bërë me noterë, në rregull me të gjitha. I kanë paguar të gjitha ç'a duhet dhe pengohen për atë punë. Pra gjithçka varet nga hipoteka. Me hipoteka. Vetë atje o stëlat drejtori brenda. Po një ditë duhet që të vesh të futesh për sjari për çka ku ka penguar. Jo, po duhet një firmë. Jo, po mirë, po ku ta gjej firmën? Kur shteti e ka vetë në dorë çdo gjë. Pra i thot vetëm merru me prit ke i Albania. Po. Po aty ka dhe një sektor të ankohesh, i ankuar. Për të paguar lekë. Pastaj do fillosh prapë një gjë të vogël, do vesh te noteria, do marrësh vërtetim atij çat japi, do vesh prapë te posta, do paguash lekë vetëm për këto be. Më ka vajt 1 milion lekë vetëm për çfarë për të marrë. Po, tëra. Dhe pa mbaru punë. Pa mbaru punë. 1 milion lekë për legalizim pa mbaru punë. Pa mbaru punë. Pa ju thonë do bëhet falas më. Po, ku ka? Procesin e legalizimeve do ta nisim me një herë dhe siç e kam thënë dhe herë tjetër, unë do ta drejtoj personalisht, do ta ndjek personalisht. Nga aja ke zhëja, ne e kemi nisur dhe ta përfundojmë këtë punë duke u dhënë të gjithëve në dorë ju dokumentin e legalizimit dhe ju nuk do paguani as edhe një kokër lekë. Më thotë çuni mua çka ke bërë? Sot bëj 1 milion lekë, i paguajmë nga mendje. Nuk jam atë, le të më thotë. Ora jap, edhe lekun ku si do ty. Vetëm ma japin dorë, të rregull. Ja ta dëgjojmë, të lutem. O kryeplak, të Tash lutem. ku mund të vëm? Le ti marrë shteti ato le. Ku do ankohesh? S'ka. Vetë te noteria s'ka dal. Vetë në drejtorisë të pranojnë tek hipoteka, ku do ankohem? Halli madh. Halli madh. Unë Dhe menduar konflikt dhe me fëmijët se tot.
Qa bere? E kuptoj. Se unë vetë mund të zire me tjetrin që ore hade i si firëm ti e këshu. Ku do vesh? Tani fshati nuk është agjërnuar. Fare. Pra nuk u krye procesi i agjërnimit. Po u tha që do kryet në një moment të dytë. Nuk ka ardhur kush për të bërë agjërnim? Fare. Fshatrat të tjerë që e kanë kryer agjërnimin dhe kanë marrë certifikata pronësie, ka? Martina thot ka probleme me këto artën. Po pra, tani Martina po. Bashkim po, Boçov po, Shtyllas po, s'kishin U kisha nga tres me burazerin, emri tokës atjen në 17 ose 18 i ka rënë burazerit. Po burazeri si jeton. Është mbi Ne si bëra në vendosje. rregull. Edhe ku do vetëm tashu tash deri. Ka dhe mbi vendosje. Po. Janë të ashu, nga toka që më takon mua i ka rënë burazerit numri. Po ata sikur i dolën në terren e i bën matje tamame. Ora e ka marrë me agronome të gjithë e ka marrë rregullun. Kam paguar 50.000 lekë ajo parcela që janë 4-5 vende. I kam bërë rregull terra të gjithë tonë. Ku skemi ku dhe me? Ti vetë si jeton, me bujësi jeton? Me bujësi. Kam bërë 1 hektar ullinj. S'ka marrë asnjë lloj shpërblimi. 1 hektar ullinj. 1 hektar ullinj. Edhe prapë dhe toka tje që duan ta marrin tani sot ata kanë bërë ullinj. 1 hektar 2 me 2 lym. As si lloj ndime. As si lloj. As subvencion as Fare me forcat e mi. gjithçka. Ai të nxin jetër aty subvencionat, ai ti merr prapa dhe me Sa shu? E tash fillon ai Është thotë ta marrë. 5 hiqa e nxin subvencion. jetër të jetë 200.000 lekë në vit subvencion. Na del këtu zotëria tani thotë do ta marrë ato. Ky do marrë ato. Pra bëjnë më shumë dokumenta po thua? Po. Po i kemi harrame ato lekë që marrim. Ato 200.000 lekë nëse i marrim të nxin jetën në çdo drejtim. Firmos këtu, bej këtu, azhurnohet Po. Na bre na lvizin. Jo te Albania jo. Kur ajo dihet se sa toka çdo person me fjalë për frym, Po? njerëz ajo dihet me se këto kushjeri. E qartë. si Ka mas shkëmban një muaj sipas. prapë molla ullinj Ja, aty do tek vi ato. direkt te ty zotëri. Ajo toka që do ta marrë zotëria që e kërkon. Po. Unë molla ullinj edhe tokën e burazet të timen. Shumë mirë bëhet se ulliri është Ai temë thotë do vi ta marrë. Po çu mrekullueshme. ta marrë? Aty vetëm lihet koka. Ku do vej? Ku do futet? Vije të ngrihet tash, ai tjetri ka bleme lek. Para me qeshë, ka bleme lek. Unë kam që ne ka dhënë shteti. Ku do vëm? Ai thotë do vi ta marrë. Po çu ta marrë? Të mërshme. E të mërshme. Faleminderit.